nuk ka prodhu ai rezultat, pavarësisht që i kemi përvu për zgjedhjet, kemi votu me pothuajse 55 herë një person, nuk kemi arrit me kriju shumicën për me zgjedh kryetarin e Kuvendit, ndërsa tash jemi në një situatë re, zgjedhjet lokale është e pashmangshme që janë transishme për aleancën, ne kemi prit që do të dalim pa balotazh në disa komuna, por kështu është, demokracia, pavarësisht të shkputjes minimale të votave në shumë komuna, tash jemi prapë në balotazh dhe duhet ta respektojmë dhe të bëjmë garë ofertë për me marrë më të mirën. Pra, mundohemi në dy anë me kona këtej, por gjithsesi fokusi kryesor dhe dilën darkë do të jetë zgjedhjet nëpër komuna. Besojmë shumë që kemi një situatë shumë favorshme dhe nuk shoh ai problem tek epilogu final, ta do të jenë kryetarë komunal. Ju besoni që do i konfirmoni komunat të cilat i keni si të parët natyrisht në dalje në raundin e parë? Nuk shohim problem edhe për shkak të rezultatit në raundin e parë, se ka pas një shkputje shumë të madhe në mes kandidatëve. Domethënë secili kandidat për kryetar që sot është në balotazh nga ka ja hek unikun, domethënë ka pas një shkputje të theksum, gjatë që lehtëson mundësinë ose lehtëson edhe bindjen që do të jenë prapë kryetar komune edhe për 4 vjet. Pastaj janë edhe këto partneritetet me parti tjera të cilat nuk kanë hyrë në balotazh, që ne jemi kallëzuar jashtëzakonisht kooperativ, kemi bashkëpunim pothuajse me gjitha subjektet parlamentare në Kosovë dikon ose dikon tjetër jemi në një koalicion tash parazgjedhor në kuptimin e balotazhit. Edhe pres një rezultat bëndshëm, jo që do të rrujmë, por po punojmë seriozisht që edhe me shtu një komunë që e kemi humbur para 4 vite me shumë pak vota që është uniku, ndoshta numerikisht nuk është shumë i madh, por nuk është i parancishëm për aleancën, është e rëndësishëm edhe si numër, po në njëjtën kohë edhe si zonë e cila ka një peshë të madhe brenda subjektit politik AK. Ne ndalemi veç edhe për komunat për diskutuar, por dua ta bëj një lloj komparacioni ndërmjet qeverisë lokale dhe qendrore. Në qeverisi lokale, aleanca ka arritur të ndërtoj koalicione me vetëvendosjet me cilën në qeverisë qendrore keni patur një tension